Sot të si nuk e. A jeni të gatshëm me ulë bisedu me vendosjen vetëm për çështjen e presidentit? Po takuam me kryesinë për me dalë me qëndrime dhe me vendime për cilat sigurisht dikush shpjegove për neve kam një njoftu mas letër. Diskutuar për çështjen e shkarkimit të strategjikut kryetarit aktual. Nuk është praktike LDK-s me u shkarku kryetar, s'ka pas kurrë si praktik. Edhe kisha lutur edhe mediat edhe secili në organizatorët besa që më pas kujdes që shpo e emërtojnë iniciativat që i kanë marrë. Nuk ka shkarkim. Ka iniciativa demokratike të cilat njerëzit kanë drejt me marrë, edhe me vazhdu me procedu derisa të mrrin me finalizu nëse mrrin. Nëse mrrin. A mendoni që kanë me arrit me mrrin me finalizu këtë? Tash kjo supozim. Kjo supozim. S'po gëzoj më shumë nivel të supozimit, më po që mirë është që LDK ka institucionet e saj edhe në këto institucione merren vendime. A keni diskutuar edhe këtë çështje sot në takimin e kryesisë? Kemi diskutuar të gjitha çështjet që kanë temë për LDK-n këto ditë edhe për të ardhmen. Cili është qëndrimi juaj për këto nënshkrime? Ju keni pozitë të rëndësishme në parti. Në shkuptim për thut. Qëndrimi juaj për këto nënshkrime që janë duke u mbledhur. Unë po besoj që unë më kuptu ajo që ka thashë që nuk është praktike LDK-s prej themelimit deri më sot dhe vazhdoj më besu dhe më pas bindje që s'bën me kriju një precedent tillë të lëvizjeve, sidomos situata kur vani ka nevojë për një LDK të fortë. Besoj që qëndrime të tilla të dalin edhe për mbledhjes kryesisë dhe besoj shumë që një pjesë e njerëzve që janë pjesë e kësaj iniciative, të cilët kanë sot e 37 vjet që merren me aktivitet në LDK, kanë një thirr gjaktësisë dhe mendjes edhe me ulën përformën çdo tensione që kanë ngrit gjatë një ditë. Po besoj që të njëjtën kam drejt si sekretar me kërku edhe për ju mediave që mi kontribu uljes tensioneve, jo secillit deklarim me kthy lajm se si bën njerëz se LDK-s asvani. A do të mbeten ata në LDK për shkak që edhe prej audigjikut i është kërkuar ndërheqja të paktën 2 prej tyre? Antarësimin në LDK edhe përkatësinë LDK-s ne përcaktojmë, ose në audigjikut njerëz janë LDK pse i kanë bindit në LDK, normalisht që mbeten LDK dhe unë besoj shumë që kanë me vazhdu aktivitetin për aq sa kanë vullnet edhe për aq sa kanë energji në kuptim të fizikut edhe të mendjes. Po në pozitat që i kanë si kryetar Degësh? Pozitat që kanë kryetar Degësh sigurisht ata mesin kryetar Degëve deri në zgjedhjet e rregullta të LDK-s, edhe po besoj shumë që LDK ka vazhdu me respektu ciklin e rregullt të organizimit të zgjedhjeve, diçka të cilën e ka bërë edhe në kohë lufte kur kemi qenë rrezik edhe për jetë, e lërë më tash jemi në liri edhe në mundësinë më të madhe që më ndërtu demokracinë më moderne, më të mirë të mundshme edhe për LDK-n edhe për Kosovën. Personalisht a jeni për një takim me vendosjen me që ka teksa? Nuk po besoj që në situata të tilla kanë shumë rëndësi mendimet personale. LDK-ja funksionon me institucionet e saj. Sot është takimi i kryesisë, mas kryesisë dikush del edhe sigurisht që i interpreton qëndimet e mbledhjes edhe në raport me takimin me Kurtin edhe me tema tjera për cilat kemi nevojë me u qartësu. Ora është Radjen e orën. Nuk e di.